edhe normal edhe këtë sponsorat që dojnë me pas punë me neve, une i veshje edhe teshat që ju na i ofroni neve. E thom publikisht që u kon i njëjti sen, si me majit sponsorit, si pa majit sponsorit u kon i njëjti komend. Tash, aty po kuptohet që është veç gjelozie punë inati, nuk e di pse kanë me pas inat, po krejt komentet janë veç nga inati, nuk ka diçka më të madhe. Flasim edhe për punën e majitës, se përmend edhe ti 2 apo 3 herë, e avon tregon se thuaj se kanë qenë komente ngjashme edhe kur ishe me majitës të sponsorit. Nuk është që pati ndryshim diçka. U konë shumë pjesë e mirë që e kom vesh edhe majicën e sponsorit. Edhe që kime vazhdu edhe kom e vesh për shumë sponsorat tjerë. Edhe normal edhe këtë sponsorat që dojnë me pas punë me neve, une i veshje edhe teshat që ju na i ofroni neve. E thom publikisht që u konë i njëjti sen, si me majit sponsorit, si pa majit sponsorit u konë i njëjti komend. Tash, aty po kuptohet që është veç gjelozie punë inati, nuk e di pse kanë me pas inat, po krejt komentet janë veç nga inati, nuk ka diçka më të madhe. Po e thutë që nga inati, po nga kolegët, ke marrë ndonjë përkraje, ndonjë mesazh privat, e di që ki edhe shoqe... Po, kam edhe shoqe gazetare, kam shoqe moderatore që janë krejt shumë të suksesshme. Komentet e tyne janë kanë shumë të mira, për një me i falenderoj shumë se më kanë shënu privat edhe më kanë thonë, është veç fillimi, apede njën mundu pak a shumë me ma bo atë pjesën e komenteve shumë të letë, që mos me ishti shumë true, me mendur gjatë për to. Po, kom pas për krajet madhe prej kolegëve, qoftë gazetar, qoftë gazetare, janë komentet mira. Në rregull, kujtesa, falenderit shumë. Ishte vërtet kënaqësi që të patëm sot në emisionin 05 me fol më gjensisht edhe me të njoftë shikuesit edhe ndryshe nga sheshet e Kosovës. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi imja që mu dha mundësia me u shpreh pak a shumë rreth gjanave që po ndodhin kohës fundit rreth komenteve për mua. Po ne ju them që ky është veç fillimi jam, edhe nuk ka mund dal deri në fund. Faleminderit. Faleminderit ty. Me ishte emisioni 05 ishte kjo e të ratë që kemi përgatitur për sonte, deri çtonën e ardhshme, natën e mirë.